Ju përshëndes dhe ju urojmë mbrëmje të gjithë nderuar teleshikues, siç do e hënë mbrëmje jemi së bashku në sport në fushën e Blu Televizion. Do të flasim për javën futbollistike që kemi lënë pas, por atë se çfarë na pret gjatë kësaj jave. Unë kam kënaqësi të prezantoj historit në studio, duke nisur nga presidenti i ekipit të Orikumit, zoti Muharrem Jezoi, i cili na nderon sot me pjesëmarrjen e tij. Faleminderit. Faleminderit ju që më dhat mundësinë. Kam kënaqësinë të kem dy miq të mi dhe natyrisht dy specialistë të njohur futbolli. Gentian Mezani, mi mbrëma Mezani. Mi mbrëma, faleminderit. Dhe Dritan Resuli, mi mbrëma Resuli. Mi mbrëma. Do të flasim për flamurtarin, do të flasim për Orikumin, por me konsensusin e tanit edhe të Gentit, tu them tani si me Orikumin. Patjetër, absolutisht. Apo jo Genti? Sigurisht. President, 90 minuta larg ngjitjes. Unë bëra pyetje kështu të thatë, shpejt e shpejt. Po. Edhe momenti që ne prisnim, kishim kohë, e lejuam veten me gabimin që kemi bërë, kemi lënë ca pikë që s'duhet i linim, po ja ndodhen edhe tani e kishim shumë të vështirë dje duke patur parasysh edhe fushën e vështirë të Ballçit, edhe kështu që me shumë punë, me shumë përkushtim bërin ndeshje të madhe, do të them, dhe ja arritëm qëllimin me ato pikë të domosdoshme, se ne dje nuk fitonim, dilëm nga gara. Dhe ka qenë një kampionat i bukur, i vështirë, kategori 2 ka ekipe shumë të mira, luajnë futboll i fortë pavarësisht nivelit, po ka nivel e luajë, do të thënë, pavarësisht se nuk njësoj kultura me Sarandën apo me Partizanin B kështu. Po këto ekipe si Partizani B edhe Bylis B, këto në fakt për mua e kanë prishur pak ekuilibrat, se ato janë ekipe me akademi, edhe kanë nivel të lartë, që të lozë një ekip i kategorisë 2 me lojtarë të superiorit që si ishën dhe dje në Ballçë, apo si ishë dhe në Orikumin e paret. Edhe kështu, po me shumë punë, me shumë kujdes, është momenti i Orikumit. Edhe besoj, edhe ndeshjen tjetër, besoj, ekipi është i motivuar, është një grup, edhe kjo është merit e grupit, edhe e kohës gjatë që ata kanë luajtur futboll bashkë, e njërin tjetrin, janë të pjekur, edhe mua më pëlqejnë që, do të thënë, që motivohen, janë shumë motivuar edhe japin shpirtin, japin maksimumi siç e dhanë atje që ishin ndeshje e luajtur, ndeshje e shpejtë, ndeshje me stres. Po ja dolën, edhe na kënaqën neve tifozët edhe veten e tyre në fundit. Padyshim, po Mezani, 3 pikë dje në Ballçë, ajo 90 minuta ishte jetike, do të thosha unë, përpara finales së madhe ishte i pret Orikumit tashmë. Shikoma, unë isha dje në Ballçë edhe pash ndeshjen, mendoj që ekipi i Orikut ka treguar edhe karakter përveç një lojë së bukur që kanë zhvilluar aty dhe mendoj të barabartë, ndoshta edhe diçka më tepër kanë dhënë, sepse marrin parasysh që siç e tha dhe presidenti që kishte lojtarë nga superiores dhe sigurisht që është e vështirë, por unë mendoj që kanë një grup mjaft të mirë, kanë një grup edhe me cilësi shumë të mira, një grup që e njohin njëri tjetrin. Të thash, ajo që më bëri diferencën ndoshta nga ajo që nuk prisja unë ishte forca e karakterit që kanë treguar lojtarët, dhe dëshira për t'i arritur objektivit, sepse normalisht e kanë udhëhequr gjatë gjithë vitit kampionatin dhe e kanë vënë në diskutim vetë në javët e fundit. Por kjo është dhe bukuria e vetë kampionatit të kategorisë 2 edhe të futbollit, siç e tha dhe ju. Tani, një pikë diferencë tashmë, luhet gjithçka në finalen mes Orikumit dhe Butrintit të dielën. Unë dje nuk e pash ndeshjen. Thjesht doqja midis aplikacionit e FSHF-s zhvillimin e garës, ishte një garë luftuar, pash që ishte madje shumë e luftuar me kartela dhe të verdha dhe të kuqe, do të thënë që tregon për karakterin e forcën që ka treguar ai ekip. Është shumë e rëndësishme ana psikologjike në këtë moment, plus që shumicën e lojtarëve unë i njoh, sepse ashtu kanë qenë raportet e bashkëpunimit të marrëdhënieve që kam edhe si dashamirë si Orikumit, mendoj që kanë 90 minuta dhe dëshiroj shumë që të marri maksimumin dhe për t'ia shpërblyer edhe presidentit gjithë atë kontributin gjatë këtyre viteve. Gjendi më për mos pyetur presidentin, për të pyetur ty, çfarë ndodhi dje në Ballçë, sepse të paktën gjatë gjithë ditës së djeshme po sot është folur për problematikën, karton të kuq, karton të verdh, shoqërim me polici, nervaloje mund të themi? Shikoma, unë mendoj që ishin nervaloje, ndoshta sepse është kategoria 2 edhe u bë
kjo situatë, po të ishte në Super League, sepse këto gjëra ka ndodhur dhe në Super League, normalisht ka ndodhur dhe 2 kartonat kuq, siç u dha, ishin nervaloje nga të 2 lojtarët, jo vetëm jo nga njëri, prandaj dhe dolën të 2 me të kuqe. Por ishte situata e tillë, nuk ishte u bë shumë e madhe, nuk ishte për të bërë aq shumë e madhe. E theksoj, po të ishte në Super League nuk do të ishte bërë kaq shumë e madhe sa u bë, por nga që është kategoria e dytë, doli me të kuqe prapë. Okej, ato janë në lojë, ishin 2 kartona të verdh, ndodhi, nuk është se ajo, kurse e djeshmja ishte ndryshe, ishte diçka ndryshe, ishin një moment që mund edhe të evitoj, sepse i të dy janë lojtarë siç ishte Bruno apo dhe Sulovari, lojtarë që luan në Super League. Mund të evitoj, por në ato momente ishte gjitha ajo loja, gjithë çfarë po thoshim deri tani, po thoshim që treguan forcë karakteri, treguan dëshirë, gjitha është adrenalina që është në maksimum në ato momente, dëshira e madhe që kishin të dyja skuadrat, sidomos Oriku që normalisht e donte me se s'bën këtë fitore se ndryshe dilte nga gjithë objektivi i vet, por u bë më shumë se ç'duhet, u bë mediatike për vetëm faktin sepse ishin 2 lojtarë të Super League, ndryshe nuk do të ishte bërë absolutisht. President, të dielën përballë Butrindit, po e themi lajmin, ende s'është i konfirmuar, por gjithsesi po. Ne sot kemi patur një lajm që do të quhet pozitiv nga Flamurtari, na ka bërë një ftesë që mund ta luajmë ndeshjen në stadiumin Flamurtarit, që është një stadium i madh me kapacitet, stadium i bukur, edhe që vlerësime një sinjal shumë që na ka dhënë entuziazëm. Edhe ne do të vendosëm nesër, për arsye se fusha sportive Oriku stadiumi është me kapacitet të vogël, edhe vjet ju keni qenë prezent në ndeshjen me Gjirokastër periudhë në këto nivele me Gjirokastër dhe ne ishim të imbushur dhe 20 në shumë tifoza jashtë. Kështu që për t'i vlerësuar tifozët edhe për të parë një të bukur, unë do kisha kënaqësi ta luaja, po nesër do të vendosëm bashkë edhe me ekipin, me çunat, çfarë mendimi kanë. Edhe pastaj do flasë federatën që ndoshta të realizojë, do ishte një gjë e bukur, ishte një reklam për Orikumin, ishte një reklam për Vlorën, pastaj ishte një bashkëpunim, është një mesazh që Orikumi nuk është vetëm, ka dhe Flamurtarin. Kjo më ka pëlqyer shumë edhe e kam pritur, kam kohë që e kam thënë, e kam dashur të ndodhte kjo bashkëpunim, do të them, është hap i parë edhe besoj të vazhdojmë gjatë për interes të 2 klubeve të një qyteti. Tani Genti, si shkoni nëse luhet në Vlorë? Absolutisht është një sinjal shumë pozitiv. Luhet në Vlorë dhe kam përshtypjen që do ketë më shumë tifoz mbi të gjitha. Të paktën jo se ambienti sportiv në Orikum, domethënë nuk është shumë sepse është një komunitet që shumë dashamirës edhe unë shpeshherë ndjek edhe di që janë prezent madje edhe në ndeshjet që zhvillojnë jashtë. Por Flamurtari, stadiumi Flamurtari që e krijon e ka bërë të ftesë, absolutisht shumë pozitive, për dihet që është ekipi Vlorës. Është ekipi Vlorës, shumë çuna që kanë dalë nga ekipi Flamurtari kontribojnë, apo edhe anasjelltas shumë fëmijë nga Orikumi që janë tek Akademia Flamurtarit, janë gjëra të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Kështu që për mua shumë pozitive. Sigurisht që është pozitive, sepse normalisht do të kenë mbështetjen e shumë tifozave. Stadiumi i Orikut është një stadium shumë i mirë i përmbushur për masa, sepse normalisht kanë bërë kanë zhvilluar ndeshjet aty, por duke qenë se kapaciteti është më i madh në stadiumin Flamurtari, mendoj që mbështetja do të jetë më e madhe pa diskutim, sepse ma shkas edhe nga viti i kaluar, ku ishte i tej mbushur stadiumi i Orikut dhe kishte njerëz që ishin jashtë nuk me luftëtari. Kështu që normalisht tu do të kenë mbështetje më të madhe sepse edhe tifozat e Flamurtarit do të jenë në mbështetje të Orikut si ekipi i dytë i qytetit, kështu që çuna vlonjat që luajnë për ekipin e Orikut do të jenë akoma dhe më motivuar se po luajnë në stadiumin e qytetit dhe pa diskutim që është diçka e mirë. Kjo është për të parë sepse është thjesht në letër momentalisht. Janë shumë hapa që duhet deri aty, por uroj që edhe çunat vetë, sepse çdo gjë vendoset nga aktorët kryesorë që janë lojtarët. Patjetër që po. Edhe siç e tha dhe presidenti, do të bisedoj me ta, nëse do të jetë një gjë e bëshme kjo, e faktueshme, do të ishte diçka shumë e mirë. Do të ishte diçka e mirë dhe për qytetin, po dhe për lojtarët e Orikut. Jemi të dielën, unë e thash edhe në nisje të emisionit, 90 minuta larg. Duket sikur jemi
nga sezoni i kaluar keni luftuar me Gjirokastën deri në fund, tashmë ky sezon ka qenë çik më ndryshe sepse kanë qenë 4 ekipe, Partizani B, Bylis B, por në fund mbeteni ju dhe Butrinti dhe luhet në një ndeshje të vetme gjithçka. Në fakt kështu u rrotulluan edhe në punës, edhe në ngjarjes, edhe rezultatet, unë që na u thosha gjithmonë, i lutem një pikë këtu mbi tani do të na kuptojë shumë në fund. Përveç që ne nuk kemi aleat, jemi të vetëm, për shembull dje për mendimin tim Bashi kishte presionin e Sarandës, edhe unë ja thash presidentit të takova, që shiko, edhe ndodhën këto, edhe që kemi ardhur këtu kemi ardhur me këmbët tona, edhe s'mund ta humbasëm tani në momentin e fundit këtë moment. Dhe siç e thash, është momenti i fundit që Orikumi mund të ngjitet, që Orikumi nuk arrin të marrë fitoren nesër, ditën do të luhet, atëherë nuk arrin më dot kështu. Dhe unë jam murzitur dhe jam lodhur dhe u kam harxhuar dhe do vazhdojmë pafund kështu. Edhe besoj që do fitojmë. Unë kam atë ndjesinë time, shkoj edhe ekipin, shkoj edhe frymën, është një ekip kompakt, është një ekip i respektuar, i trajnuar, i paguar, çdo gjë funksionon në mënyrë kështu. Pastaj është mënyra organizative, ne për shembull kemi të ndara punët me stafin, me trajnerin bën punët e veta, stafi tjetër bën punën e veta, u bëj punët e mia, edhe jemi shumë të qartë në mënyrën e organizimit të punës. Edhe besoj të gjitha këto faktorë, përveç dëshirës shumë, përveç ambienti, besoj do ja dalëm. Pastaj ata tjerë kanë punët e vet. Unë e kam thënë në fakt Butrinti do bëj punën e vet. Urdhon? Do bëj çik punën e vet Butrinti, edhe një çik kështu. Që unë kam patur ja stadiumin lojtari. Unë me thënë të drejtë, apo në çdo ndeshje kam patur presion nga më të ndryshmet. Deri te lojtar, deri tek po jepi kaja, ca pazare, ca bizeta, ca që ne kemi qarë vetë me djes, me ekipin, me çunat që luajnë bukur, që janë një pjesë e madhe, i kanë luajtur në flamurtarin, atë janë 5-6 lojtarë që kanë luajtur në flamurtarin, kanë luajtur në atë fushë, janë djemë vlonjatë, unë i dua vlonjatët, se dinë të lozën, kanë grinte, kanë... Të shpresojmë tani që ajo ego do të jetë ditë në dje në fushë, pavarësisht se ku do luhet, në Orikupë apo në Vlorë, ne shpresojmë që të luhet në Vlorë. Nuk ka rëndësi fusha mendoj për pjesën e arritjes objektivit të Orikut. E përmendëm edhe më herët në biseda që tham ishte një ndeshje karakteri dje në Ballsh, që ata e menaxhuan shumë mirë, madje fushat janë shumë të vështira në këtë kategori. Edhe në po të shikosh edhe si nga infrastruktura, si nga interpretimi i aktorëve që janë, madje unë duhet të përmend Kërcul në Peqin, nuk e di domethënë sepse Delvin, domethënë janë domethënë nuk flitet për anë sportive. Domethënë janë vende shumë të vogla provinciale që e presin një ndeshje dhe shikojnë me një egoizëm maksimal kundrejt kundërshtarit që për mendimin tim për aspektin sportiv nuk duhet lejuar, megjithatë është gara. Dhe derisa një ekip i ka kaluar gjithë këto presione në thonjza, gjithë këto problematika, vështirësira që kanë ndodhur në fushë, madje them që edhe grupi është që nuk është prishur, kanë nxjerrë edhe mësime nga kampionati i kaluar. Kështu që besoj që do jetë në ato ndeshje që duhet dhe do luhet në zemër më shumë se sa në... Për të futur gjithë në diskutim, unë them që është më mirë që ta diskutosh në një finalet vetë me Genti se sa të luash vetë dhe të presësh ndoshta edhe nga kundërshtari tjetër. Këtu s'kemi gjë të dielën. Kemi vetëm Oriku, Butrinti dhe asnjë gjë tjetër. Gjithë tjerët e kanë mbyllur, do luajnë play-off, punë e tyre se çfarë do bëjnë. Sigurisht që unë mendoj që mirë do të ishte mos ishte kjo ndeshje pra faktori kryesor, por është kjo ndeshje faktori kryesor, është e bukur, është diçka shumë e bukur, sepse ka emocione akoma në shumë. Mendoj që janë të bindur lojtarët për atë që kanë arritur deri tani dhe për atë që duan të arrijnë deri në fund. Dhe uroj dhe shpresoj ajo që shfaqen dje në fushën e Bylisit, ta shfaqin në ndeshjen e ardhshme. Bylas akoma dhe më shumë karakter të shfaqin, sepse do të jetë shumë e rëndësishme
ana psikologjike në këtë ndeshje që vjen, sepse përpos pjesës teknike që ata i kanë tashmë dhe kanë edhe mënyrës të luajturit që ata e kanë fituar, sepse një vit të tërë kanë krijuar një filozofi loje, është ana psikologjike që duhet jenë të gatshëm për të marrë në çdo moment të caktuar më të mirën e mundshme secili vetes vet. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme dhe besoj që edhe këtij fakti duhet i mërshojnë, sepse përpos pjesës tani tekniko-taktike që mund të punohet gjatë javës, është shumë e rëndësishme të punohet në ana psikologjike në një ndeshje të vetme. Sepse nga njerë një ndeshje fitohet edhe me psikologji, përpos pjesës fizike, se tashmë janë të gjithë lojtarët si të Orikut, edhe të Butritit, janë të dy skuadra janë në formë maksimale, pra nuk kanë çfarë të arrijnë më. Do të jetë ana psikologjike dhe ata që do të elementët kryesor janë elementët teknik. Nëse do të gabohet më shumë, do të kesh më probleme. Nëse do të gabohet më pak, atëherë do të jesh më i avantazhuar kundrejt kundërshtarit. Po kjo gjithmonë vjen nga ana psikologjike. Prandaj edhe këtë e them që gjithsej e rëndësishme është i mësojnë faktit psikologjik tek lojtarët me këmbë në tokë dhe për të arritur objektivin që kanë. Ne padyshim gjithë na kënaq fitoria në Ballës, po për fat të keq ajo që do të thosha unë është mungesa e dy lojtarëve shumë të rëndësishëm, president, apo jo? Jo vetëm 2, po 3. 3. Shkreli Metani dhe Bruno Telushi. Në fakt, unë zita me këtë, sot mësova se nuk i dija mirë kartona, dhe dija kështë 2-3, për nuk e dija që i u bë me 4, jam ngisa serioze, për ja që ndodhi, tani që ato bëjmë kemi stol, Orikumi i qënë, kampionati sot ka patur 2 skuadra gati, ka patur, dhe nuk e kemi problem, po a i shkeli ka pjekurin, edhe me tani ka qenë një smur, tani mori vetën djelë luajti, dhe është lojtar i shpejt, është lojtar i mirë, edhe kështu që e mira t'i bëjas janë, po prapë kemi alternativa dhe besoj doja dali me këtë. Në radhë parë do të thoshja më ka përqyë dhe vlerësimin federatës që i ka vlerësuar këto ndeshje edhe pse ndeshje në fundi po dhe ndeshje në para ka qërë arbitra nga mestemën e FIFA-s, nga superiorja, që din të arbitrojnë janë të qartë në vendimet e tyre, nuk të... Se ka dhe arbitra që me hanë presionin, si që kemi ndodhur në Rikum, na kanë prur arbitra, na kanë pryqo dhe punë, kemi lënë dhe pikë në mënyrë arbitra, por të kote fundi janë vlerësuar. Dhe kjo ka shumë të bëj, i lojtarë të luajnë, nuk të hanë njëri hakën, e kjo mua jam ndjerë mirë kur kam pak të nivel të lartë ose këtë vlerësim që ndjek federata. Ndeshja e dielës është e vetmja sepse në grupin tjetër ka përfunduar gjithçka, është ngjitur Lezhë mos apo jo tani? Po. Domethënë gjithçka që luhet kategorinë e dytë është kjo ndeshje ditën e dielës kam përshtypjen. Në grupin A ka përfunduar gjithçka, është ngjitur Lezhë, nuk ka më kuptim. Play-offi pasaj është çfarë do bëhet. Kam përshtypjen që ndoshta për arbitrimin dhe për dielën do vendoset me gjyqtar të mirë apo jo? Absolutisht, eksperienca sikur ka qenë edhe sezonin e shkuar në ndeshjet që ka qenë kyçe. Madje unë kam ndjekur, ka qenë sezoni parë, nuk e di që ka qenë Gjirokaca me Pogradecin, edhe ka qenë gjyqtari FIFA-s, sikurse edhe ndeshja që bën Orikum sezonin e kaluar me Gjirokaca. Luftëtari përsëri ka qenë me stemën e FIFA-s, kështu që absolutisht e kjo gjë këto lloj ndeshje, do të thënë janë ato ndeshje që nuk bëhet shaka me faktorët e tretë. President, si e shikojmë të dielën tani? Që të arrijmë të Shiko, unë e kam analizuar, kam ditë edhe kam kohë, edhe kam bërë llogarit mirë dhe Orikumi duhet ngjitet. Do të ngjitet për disa arsye. Arsye parë është që po vjen një frym e mirë edhe nga federata, edhe nga po bëhet ligi i sponsorizimeve që unë kam vojtur të pjesë, po edhe vetë federata, ekipet kategorisë parë, këtë vit ka bërë mësete financiare, edhe në fazën e parë, në fazën e dytë, dhe kjo është prapë një shenjë e mirë, edhe Orikumi duhet të vejë atje për ta mbajtur gjallë atë sportin atë në Orikum, me ato fëmijët, me këto akademit, me ekipin e parë, dhe besoj që i ka ardhur ora që në të ndodhin këto, se dhe tani kemi vurë, tani që edhe në këto gjitha pozitive, se shumë bukur me atë ligën sponsorizimet, Orikumi ka ca biznese, me ato, si pat ligat të vërshët që ato jenë, që do njihen, është një gjë e mirë, edhe mua më letëson. Do jetë një ndihmë shumë për ekipin në një letësim. Pa tjetër, edhe kështu që s'duhet të humbasëm shansin edhe rastin e kësaj
e kësaj ere pozitive që po vjen për futbollin shqiptar, jo vetëm për Orikumin. Se në fakt është në kushte shumë të vuajtura, ka ekipe që di unë rrasë ka kaluar në Orikumin kanë qenë pa drek, ose s'kan patur lek tani drek apo s'kan patur lek historira që ju besoj keni dëgjuar. Edhe duke parë me futbollin në rajon, me vende fqinje, Shqipëria nuk e ka bërë atë, është i evonuar, inshallah ta bëj për t'i mbajtur këta të rinj, për t'i mbajtur afër, për të mos ikur. Edhe nuk e di besoj ka ardhur ora. Edhe Orikumi do të përfitoj nga ky moment. Se kemi kaq vite, jemi lodhur, jemi harxuar, jemi stresuar. Edhe tani është kjo fryma që duhet të mos u mbasë. Është adrenalinë e bukur, është pozitive. Shumë pozitive është. Tha dhe personi që pari që edhe ndesha tjetër pa adrenalinën, edhe kur u mbet, edhe kur merr të kuqe, edhe kur kështu të mëson, edhe mëson. Unë tani ndjej veten më gati, më të përgatitur, edhe kam mësuar edhe kategori e parë, kjo ndoshta nuk kam qenë në këto përveç se nuk e qenë kaq gati kur ishte kategori e parë atëherë. Nuk ka qenë aktiv, ndoshta sa është tani. Nuk ka qenë ai gati kur ishte kategori e parë atëherë, se dinte. Kam thënë herën tjetër që kam qenë në këtë emision që Orikumi unë e parë nuk e kisha njën, atje ishte një skem kështu që ata kishin luajnë atje gjetëm ne, ata do rrëzonin atë të rinj që vinte, se ata kishin borxhe gjetëm, ma ke lënë, ta kam lënë, kishin dhe sape, edhe kush e hante ai që vinte, edhe ne ram kot, ram shumë edhe nga politika, edhe nga ndërhyrja që bëhet për të shpëtuar lushin, na goditën. Po tani nuk bie më në atë niveli. Unë tuaj një farë eksperiencë. Po tjetër. Me atë është e bukur, do të bukur, unë përveç punës përditshme, stresit, moshës e shumë arsye, mua futbolli atë ditën që unë merr futboll ndjem shumë mirë, pavarësisht që lodhem fizikisht si dje, por sot isha në punë që në 6 të mëngjesit dhe isha me energji. President, edhe një pyetje të fundit, çfarë do kërkoni këtë javë nga lojtarët? Lojtarët janë të ndërgjegjësuar vetë, unë thirrje nuk e kam bërë, do të takoj edhe nesër. Lojtarët do të japin maksimumin, edhe kanë djetur djerës, janë lodhur një vit, tani do të mbasën për një ndeshje. Janë ekip i mirë, kanë nivel, din të luajnë si në ballsh, të luajnë, kanë bërë që shumë të bukur, edhe në Orikum edhe po e vlerësuan, po janë të karikuar, janë të karikuar, plus edhe të lushi shumë pozitiv në rëdhomat e zhveshjes. Është një zë i fuqishëm, është një zë me eksperiencë, gjithë e respektojnë, edhe kjo do të ndikoj. Me Dalushi tani ndodhi çfarë ndodhi dje, ai do jetë atje, do të ndihmoj, do jetë patjetër, se është pjesë pozitive. Kjo besoj, unë e shkoj të lehtë, e shikoj ku më është fiksuar kështu dhe besoj do ndodhë kështu. Çfarë do të bëjë një ekip gjatë kësaj jave Genti? Të bëjnë atë që kanë bërë gjatë gjithë vitit, të fitojnë ndeshjet. Kështu që ajo është ajo që do. Unë thash pak më parë, është ana psikologjike, vetëm në këtë ndeshje të tilla në një finale, pse unë e quaj finale, kjo quhet finale. Ajo është finale. Ana psikologjike është ajo. Tani lojtarët kanë krijuar filozofinë e lojës e kanë. Pra nuk mund të ndryshojnë në një ndeshje të vetme. Çdo ndeshje ka historinë e vet, çdo ndeshje trajneri zgjedh mënyrën e vet se si duhet ta zhvillojnë. Kështu që e vetmja gjë është që ata lojtarë të jenë të qetë nga ana psikologjike, të jenë të bindur te forca e vet që kanë, te forca e shokut, te forca e skuadrës dhe në ditën që duhet të jenë gati, të japin 100% e vet, edhe ndoshta diçka më tepër, dhe unë jam i bindur që me atë që pash dhe dje pa diskutim që e meriton të futet, se e kam ndjekur edhe disa ndeshje tjera, jo vetëm dje, e meriton të futet në kategori për shumë arsye, për shpenzimet që ka bërë presidenti, për vendin aty për Orikumin që është një vend i vogël, po ka një dashamirësi jashtëzakonisht shumë të madhe për futbollin, për vetë çunat që janë, disa janë prej të dalë nga Akademia Flamurtari të qytetit ton, pra shiko. Unë e kam thënë edhe në studio të tjera dhe e them me bindje të plotë të gjë. Njerëzit që investojnë, jo se kanë presidentin këtu, nuk kam asnjë lloj interesi. E them dhe do ta them fort këtë gjë. Në Shqipëri nuk të kthehet investimi asnjëherë. Pra të gjithë njerëzit e futbollit, të gjithë presidentat që investojnë në futboll, heqin lek nga xhepat e vet, nga fëmijët e vet, nga të mirat e veta, për të mbajtur njerëz në punë dhe për të mbajtur familjen në punë. Pra të investojnë për mos të marrë asgjë mbrapsh.
Në qoftë se presidenti ka një biznes, pra investon dhe ka një biznes i vetë dhe i kthehet ai investim, sepse normalisht duhet i kthehet, se ndryshe nuk mban dot orikumin. Këtu mban orikumin edhe, po nuk merr gjë mbrapsht. Kështu që janë për të falendëruar dhe gjithçka që duhet bërë është gjithçka është që prandaj dhe ata çunat që janë aty duhet të kenë edhe këto gjëra parasysh. Patjetër që po. Që me fjalë përveç së vetes së vet, sepse kanë dhe ata, unë mendoj që kanë karrierë, është karrierë dhe për ata shumë nga ata janë në hapat e para, sepse ka çuna shumë të rinj. Ka disa që janë me eksperiencë dhe ndoshta do të jenë vitin tjetër dhe s'do të jenë, po ka dhe shumë të tjerë që janë janë të rinj dhe janë për tu dalë, pra është një karrierë për ta. Kështu që te kjo pjesë ata duhet që të jenë të bindur dhe të qetë për të futur përpara. Ky grup të paktën me sa kemi ndjekur ne ka pothuajse 2 vjet që është bashkë. Nga viti i kaluar, me ndryshime, ndoshta edhe çik më shumë, me ndryshime shumë më të vogla. Pra ka dhe lojtarë të cilët kanë luajtur në kategorinë e dytë. Ku kam përshtypjen tani që edhe kategoria e parë për ata do të jetë edhe një vitrin për ata, sepse është ndryshe të luash kategorinë e parë, të shikoj tjetrin kategorinë e parë. Pikërisht prandaj e thash edhe për ata. Unë për këtë pjesë kjo duhet të jetë një pjesë diskutimi tjetër. Patjetër që po, thjesht duhet të jetë një pjesë diskutimi tjetër. Unë nuk e për krah të mendim që lojtarët mund të jenë për në kategorinë e parë. Më vjen keq për ata që janë sepse ndryshon ritmi, është më kryesorja, ndryshon performanca. Tash një pjesë e tyre ndoshta mund të jetë, po duhet të kthehem prapë, me thënë të ritheksoj atë çfarë tha dhe Gendi, që edhe ne këtu përveç e dashamirësisë që tregojmë edhe kemi për orikumin, që duhet të jem, nuk ka çështje interesi kjo pjesa që ne patjetër po. Dhe që në momentin që federata nuk ka një ligj për sponsorizimin apo për menaxhimin e klubeve apo ligjin e sportit, dihet që ky lloj investimi asnjë së kthehet pas. Edhe akoma heq Flamurtarin, Orikumin, Partizani, nuk e di kush është, gjitha janë akoma ekipe bashkie. Janë ekipe bashkie. Po. Paguhen nga taksat e qytetarëve. Ktu nuk flasim më për raportet të drejta dhe në zhvillimin e garës. Kështu që prandaj duhet një vlerësim maksimal. Duhet një vlerësim maksimal dhe një ndryshim i ligjit. Besoj që dhe çunat me gjithë stafin drejtues do ta vlerësojnë edhe me pak fat. President, urojmë suksese të dielën. Fitore me Butrinte dhe ngjitje në kategorinë e parë. Faleminderit që më uron Orikumi, që e keni ndjekur dhe e njeh shumë mirë. Faleminderit për prezencën tuaj. Dhe të shpresojmë që të dielën në mbrëmje do flasim ndryshe. Ne është përgjegjësi, është u them ndonjëherë, u kam në zë, u them unë edhe çuna, kam në zënë mendoj që sa do bëj se jo kategorinë e parë do të vëse të rishë, do të vëse të ikë prapë. Kështu që e kapi pak tani direkte atë. Nuk besoj se është, sepse jo pa qëllim e ceka pak më herët që njeriu dhe sidomos ju në investimet që bëni jeni shumë konkret, edhe në eksperienca që keni pasur kategoritë të parë, madje edhe në kategoritë të parë keni zhvilluar ndeshje shumë të mira, por ideja është që gabimet s'duhet të përsëriten më. Po, në fakt desa thoshja këtë, sot në Orikumi janë 2 lojtarë që kanë luajtur me superiore, siç është Kasa edhe Telushi, janë gati 7 lojtarë, 8 lojtarë që kanë luajtur kategoritë të parë. Janë aty që kanë luajtur me Dishën, me Tanin, me Aleksin, me Shkrelin, pra ka brumë aty, ka përvojë. Ke Boshtin. Po e kam Boshtin. Sepse është shumë e rëndësishme Boshti skuadrës. Patjetër do ketë argjonime, do ketë. Po patjetër kategoria e parë është ndryshe nga e dyta. Gjithsesi suksese presidente dielën, padyshim që do jemi në stadium ta ndjekim, duke shpresuar që do të luhet në Vlorë edhe për shkakun që do të ketë më shumë tifozë në përkrahjet e Orikumit, po pavarësisht kudo që të luhet, kam përshtypjen që Orikumi do të jetë dalë. Të uroj suksese. Faleminderit. Tani po nis me ty unë tani. Po. 26 pikë, 5 pikë larg ekipeve që na mbajnë në dengar. Vora, Tirana edhe Bylis.
Ballësi pari 31 edhe 31 janë të treja. 31, po. 31 janë të treja. Se kemi një fat mirë që më duke kolavrazhin e kemi mirë se këto tjerat. Po janë 5 pikë valla, s'është që lehtë. Rezultatet janë dhe pikët janë ato që të japin një impakt pak si të jo optimizmi. Jo optimizmi për vazhdimsinë që ndodh tek Superliga. Por unë nuk dua t'i kthem të shkuar çfarë kaluar, çfarë zhvilluar, si jemi deri në këtë pikë. Le të flasim për gjendjen që jemi. Dua të theksoj pak që dëgjoj shumë opinione, shumë opinionista japin receta të sakta, japin gjëra nga krevati, nga shtëpia, nga mesazhi, japin domethënë çdo gjë tjetër. Edhe unë them që tek këta çuna ne apo tek stafi drejtues konkretisht duhet të besojmë, sepse në 6 ndeshje që këta po zhvillojnë, këta kanë marrë 6 pikë. Nuk janë, domethënë e njohin grupin, e njohin ambientin, njohin çdo gjë që bëhet, nuk është shumë, absolutisht nuk është shumë, nuk është pak, nuk është tjetër, por ekipi domethënë i jep ato shpresat e karakterit apo të dëshirës që janë për të luajtur. Dhe në këndvështrimin tim, nuk më vjen keq shpesh herë për shembull kur dëgjoj ndonjë opinion më tha ky, jo pse se bëri ashtu, pse se bëri kështu, pse janë ata që kanë marrë përgjegjësinë. Edhe le të lëm ata. Në këto detyra jon është apo detyra jon që duam flamurtarin, e duam pa interes, të vlerësojmë atë investim shumë konkret që është bërë, duke filluar tek zgjedhja e lojtarëve, tek pagesat e lojtarëve, duke parë ai stadiumi ndryshuar, të gjithë administrata që funksionon rreth flamurtarit. Dhe këta çuna që janë pjesë, ne pse mos t'i ndihmojmë? Pse mos t'i suportojmë? Unë them që Dima nuk i ka ndihmuar, dhe nëse unë e kam përmendur edhe herë tjera, Genti, nëse ka një notë 10 për t'i vënë sezonit të flamurtarit këtë vit, për mua është përkraja e publikut. Tifozeria ka qenë maksimale. Ndoshta do kishte përkraja morale. Tifozeria po. Ndoshta mund të kishte edhe më tepër tani. Mendoj që ka qenë mjaftueshme për ta mbështetur skuadrën dhe e ka mbështetur mjaft mirë në çdo, edhe jashtë jo vetëm. Nuk mjafton vetëm tifozeria, sepse ajo tifozeri është në shkallë të stadiumit. Është një mbështetje kundrejt ekipit të qytetit. Lojtari 12 është tifozi. Por, kështu që nëse ne mbështetja ka qenë pozitive nga ana e tifozerisë, pastaj pjesa tjetër është diçka tjetër. Dhe suportin nëpër emisione sportive, nëse do shikojmë nëpër të gjitha rrjetet sociale, duke dëgjuar, domethënë madje edhe në televizione lokale që nuk janë aq dashamirëse kundrejt pjesës së mbështetjes që janë. Tani është një diçka, një punë, sot jam unë, nesër je ti, pas nesër do jetë një tjetër, sepse kështu është. Nuk diskutohet që gjithçka funksionon, ndryshon. Dola pa nga tema, sepse doja... Jo, nuk e ta fare nga tema. Të paktën ne kemi qenë koherente dhe nuk kemi... Doja që ta përmendja patjetër, duke hequr pjesën e asaj megalomanie që përmendet jo unë, jo ti, jo si përmendi, unë mendoj që nuk është një klim pozitive kundrejt... Sot, megjithatë tani, ajo që doja të them unë, sot jemi 5 pikë diferencë nga... Sepse jemi 5 pikë diferencë. 5 pikë diferencë nga Tirana, nga Vora dhe nga Ballçi. Janë 3 ekipe, janë dhe 5 ndeshje, apo jo? Atëherë janë dhe 5 ndeshje, i bie 15 pikë, që janë akoma nga. Çfarë ka bërë mirë dhe çfarë ka bërë keq? Domethënë është pjesa që ne jemi, domethënë në këto gjendje pikësh. Por atë performancë që ka bërë flamurtari me ekipet e mira, nuk është ajo që ka bërë me ekipet që jemi në pjesën tonë. Po më fal që po ndërpres, për këtë jam dakord. Ne kemi marrë Vllaznis 6 pikë. Kemi bërë ndeshje të mira me Elbasanin, apo jo këtë? Pavarësisht se kemi humbur këtu, kemi bërë ndeshje të mirë me Partzanin. Por për fat keq,
me përjashtim të Byllësit që i kemi marrë 2 herë fitore dhe një barazim dhe kemi humbur 1, me Tiranën dhe me Vorën nuk kemi bërë kaq mirë. Po pra, ke fituar me Egnatian? Ke fituar, po pra e thash, Ke me fituar ekipet me e mira ti, ekipet- me ekipet e greu ti ke bërë mirë, por me ekipet drejt për drejt, me përjashtim të Ballshit, me Vorën me Tiranën ti nuk e bërë mirë. A këto janë pikët që të mungojnë ty kam përshtypjen unë. Po e bëj diskutim të, Rezultatet janë fakte dhe ne nuk i ndryshojmë dot. po pra, Por atë po të them. shikojmë zhvillimin e garës apo interpretimin, të paktën të marrim 2 ndeshjet e fundit me ekipet rivale direkt që neve kemi si me Tiranën si me Vorën. Sepse kjo punë është edhe pak çështje fati, ëh. Nuk e diskutoj dhe këtë stamoj. Superliga është, është shumë e vështirë dhe nëse ne do t'i kthemi pak të kaluarët dhe të themi sa pikë ne kemi humbur, është çështje fati sepse goli me Teutën në minutën e Ne kemi humbur 4 pikë në 2 ndeshjet e fundit tani. Minutën e 95 nga asgjëja E mbajmë. është çështje fati. E vërtet. Ndeshja punë e penaltive të humbura, përsëri 2 herë prap nuk themi edhe përsëri është çështje. Penaltit i humb kush do tani, nuk Që janë, po këto janë ndodhin, këto janë pikë, janë pikë. 2 pikë atje, 2 pikë këtu, 3 pikë atje. Atë, sot do flisim ndryshe. Po patjetër, ne do flisim ndryshe edhe nëse do të kishim marrë 4 pikë që na mungojnë në 2 ndeshjet e fundit, sepse un kam përshtypjen që pavarësisht rezultatit ajo që kemi prodhuar, un them që ishte në favorin ton. Apo jo? Tani, Për te rezultatit. unë do ta lija më njën fatin, tani thot fati, po unë do ta lija më njën fatin, e kupton, se ne jemi gjithë kampionati që po kemi zhvilluar, kanë ngelur 5 ndeshje, janë zhvilluar 31 ndeshje. Fati s'të donë një ndeshje, s'të donë 2, s'të do të 3, po jo në 31. Ju sa po thatë kemi lënë 4 pikë me kundërshtar direkt, që do të Tirana thotë Vorë. për mendimin tim, nuk është bërë nga ana e futbollistave po flas gjithmonë, nuk është dhënë maksimumi i mundshëm për të marrë këto 4 pikë. Sepse ti të vesh në një situatë, të jesh në një situatë të tillë, me kundërshtar direkt në fushën tënde dhe të arrish të lësh pikë, do të thotë që ti i ke dhënë një bonus shumë të madh kundërshtarit që ke përballë dhe atij që ke për objektiv në luftë për mbijetesë. Dhe ke vënë në diskutim qëndrimin tënd në kategori. Kështu që unë i mëshoj këtij fakti që në këto të paktën se po e lëm pjesën tjetër të kampionatit, po në këto 2 ndeshje që neve kemi humbur 4 pikë, sot do të kishim 4 pikë më shumë, do kishim kundërshtarët sot tanë do të kishim 4 pikë. Pra ne do të ishim 6 pikë më shumë sot. Dhe ne do të ishim 31, Vora, Tirana do ishin 28, pra do ishim poshtë neve. Dhe kështu që kjo do të ishte pozitive për ne. Ne do të ishim aty lart dhe nuk do të ishim të qetë pa diskutim sepse ky kampionat prap ka për të ndarë javën e fundit. Prap javën e fundit ka për të ndarë dhe ky kampionat siç ishte edhe i vjetmi. Prandaj që duhet edhe të besojnë lojtarët deri në fund. Por unë mendoj që nuk kanë dhënë futbollistët edhe pse loja ka qenë më e përmirësuar në të dyja ndeshjet, si në ndeshje me Vorën edhe në ndeshje me Tiranën. Por prap nuk është bërë maksimumi i mundshëm për të marrë ato fitoret. Ne mësojmë gol që në sekondat e para, pra ne goli i Vorës dhe goli i Tiranës i kanë bërë që në autobus. Janë gjëra që duhet ishim ndeshje që duhet ishim përgatitur më mirë edhe në ana psikologjike, po dhe lojtarët vetë. Mendoj që unë i mëshiroj këtij faktit, nuk kam vetëm se e kupton fati një herë, 2 herë, 3 herë pjesa tjetër pastaj lojtarët çka kanë bërë. Te kjo pjesë. Të bëj një ndërhyrje tjetër unë sepse këto nuk duhet që të bëjmë replika për të pjesë sepse rezultatet janë fakte, unë e thash, edhe është fakt, ne jemi në vendin e fundit, 26 pikë dhe normalisht kur mbarojmë dhe jemi që bën konstatime, gjitha janë të sakta. Dhe një gazetar atje të jep të sakta, pse fut atë, fut të, hiq atë, bëj këtë, do të thënë janë të sakta. Ti rikthem prap pjesës që çfarë i ka ndodhur flamurtarit. Çfarë i ka ndodhur? Nuk më hiqet nga mendja ndeshja me Teutën. Ndeshja me Teutën. Minutën e 97 apo janë 2 pikë të tjera aty në radhë. Do të thënë nga asgjëja një top, do të thënë që vajti aty. Kjo nuk ka të bëjë me një sistem
të gabuar apo me një të punuar apo me një tjetër që ishte. Pse mos në themi këtë tjetrin? Absolutisht jam dakord me mënyrën e përqendrimit. Fillon dy ndeshje 0-1. Ekipi ka reaguar. Ekipi ka qenë në portë kundërshtarit. Tani, unë nuk të kundërshtova të këto dhe thash që në 2 ndeshje në fundit ne na mungon 4 pikë të paktën nga mënyra e lojës që bëri Flamurtari. Do me thënë, në këtë pjesë jam dakord me atë që thua ti. Jam dakord me këtë që ti të humbet përqendrimin që në fillim. I nis 2 ndeshjet me 0-1 dhe pastaj është shumë e vështirë që ta përmbysësh. Ke bërë lojë, pa diskutim që ke bërë lojë. Po janë dhe 2 kundërshtar direkt, ti nuk mund ta nisësh dot ndeshjen ashtu. Patjetër, këto nuk mundet për ta janë gjëra për tu apo duhet të ishin për të rregulluar. Patjetër, flet rezultati. Mundet mos të bësh asnjë gjë, fiton ndeshjen ke Shiko, merita maksimale. Unë në fakti kam ndjekur 2 ndeshjet e fundit, edhe më para kam ardhur dhe në gjatë gjithë kësaj periudhe më kanë pëlqyer reagimin që kanë bërë Flamurtari. Nuk e kundërshtuam, të jemi dakord. Dhe kam parë dëshirë për ta fituar dhe unë besova ndeshjen e fundit aty me Vorën, Flamurtari do ta fitonte ndeshjen, se pas kishin dëshirë, ju ofron portës, ishin më kërkues edhe pra Flamurtari ka ndryshuar me Flamurtarin e javëve të para. Kjo është për mos e dukshme, ju e dini mirë se jeni loja ka ndryshuar totalisht. Dhe që tani është lojë 1-0, të bësh gol në pjesën e parë shumë shpejt, edhe të arrish ta barazosh edhe ta afrohesh për ta fituar, kjo është punë, është kombuli dhe tregon që ka. Por problemi është që tani pjesë e pikëve është shumë e vështira, është 5 pikë nuk janë pak, mos i qoni pak. Jo, 5 pikë janë goxha. Unë situata nuk më pëlqen që është. Nuk e di, ata brenda atje punohet, atje edhe pastaj që thamë dhe për tifozat, që ka shumë tifoz se e duan Flamurtarin në nivele të tjera dhe është i festuar për të ndodhur kjo atje, që të ketë të tjera, po pritshmëria është që të ketë, por nuk ka ndodhur. Kjo për mia arsye të tjera ndoshta, nuk i them dot, nuk e di çfarë ka ndodhur. Por Flamurtari absolutisht duhet të ishte në nivele të tjera. Kaq, duke të fare mbi jetesën, me atë ekip, me atë investim, me atë punë, me dashamirësi, me atë tifoz, me atë stadium mrekulli, ke qetë vesh të rriqë atë të dëgjosh muzikë, të shkosh sport e këto. E unë ndjem keq që është situatë. Unë jo më kote e thash, sepse normalisht lojtarët e Flamurtarit nuk janë për në atë nivel. Pra kjo skuadër që është ndërtuar, nuk është ndërtuar. Nuk e marr fare që Flamurtari është skuadra që ka investuar më shumë si vjetë. Jam i bindur 1.000.000% që investimi i Flamurtarit tek lojtarët ka qenë nga ose më i madhi nga gjitha skuadrat e tjera të Superligës. Unë e kam me vetë lojtarët. Sepse në qoftë se jemi në këtë pikë, aktorët kryesorë janë lojtarët ata që kanë çuar skuadrën në këtë pikë. Dhe më bën çudi që vetë ata lojtarë duhet të jenë të parët, sepse në këtë pikë të kampionatit nuk ka të bëjë më as trajner as kusht tjetër, e kupton? Në këtë pikë të kampionatit janë ata që duhet ta nxjerrin skuadrën nga kjo situatë që është. Dhe unë shikoj në fushën e lojës 2 qendrat e Flamurtarit që debatojnë me njëri tjetrin dhe mbas 1 minutë vjen goli, që do të thotë që nuk janë të përqendruar për tek ndeshja, nuk janë të motivuar që ta shtojnë këtë skuadër, me fjalë nuk di ta shpreh tash sepse nuk di dhe situata, se nuk mund të flasim me kuturu, por nga ajo që shikojmë në fushën e lojës, unë mendoj që nuk kanë bërë maksimumin në të dyja ndeshjet e lojës, disa lojtarë të caktuar për të marrë maksimumin. Kjo është ideja, kështu që unë tek kjo pjesë e kam, e unë pjesa kryesore është lojtari, aktori kryesor është lojtari. Dhe ai të çon në këtë situatë, dhe ai të nxjerr nga kjo situatë. Shko të paktën me çfarë pash unë në syrin e një sportash të thjeshtë që vjen në stadium, sepse unë jam askush për bërë analizën dhe për të thënë. Nuk është se me pikët që ka Vora është ekipi i mirë se jonë, se Uni. Bile unë e pash nuk më tregoi asgjë me përjashtim të golit që bëri, nuk e di, qofsha gabim tregoni një rast tjetër të Vorës. Shiko Toni, nuk është problemi aty. Unë i kam gjithkohës, Po edhe në studion tuaj, edhe në studiot të tjera, unë kam thënë që këta lojtarë, që ka Flamurtari janë për në 4-5 vendet e para. Dhe unë kësaj bindje i qëndroj akoma. Mua më bën çudi që duke e marrë parasysh ta lojtar, profesionist, të mirë paguar,
me kushte, unë mendoj që kushtet e Flamurtarit nuk i ka as Vora, as Ballçi, as Tirana, mos themi edhe skuadra shumë skuadra të tjera, pra kushtet që kanë këta lojtarë. Tirana është një ekip që që unë po flas që janë, e kupton? Kështu që unë po flas për një skuadër tamam profesioniste dhe lojtarë që kanë ardhur nga ekipe profesioniste aty që kanë qenë në kampionate shumë të mira, vinë këtu dhe gjin po anën profesionale shumë të mirë siç e kanë pasur dhe jashtë dhe nuk japin atë që duhet japin për këtë skuadër. Në fundit ti je profesionist dhe ti do marrësh përgjegjësitë e tua kundrejt atij zotrisë që të ka paguar, kundrejt qytetit, kundrejt fanellës që ke veshur. Kështu që unë jo më kot thash, e kam me ata, e kam me lojtarët sepse unë gjatë gjithë kohës i kam mëshuar këtij fakti që lojtarët janë të mirë dhe janë lojtarë shumë të mirë, këta që janë këtu. Por nuk kanë dhënë atë që neve kemi pritur tek ata, kjo është e sigurt sepse tregon vetë pozicioni ku jemi. Shkon, ne sot jemi 26 pikë. 5 pikë janë 3 ekipe me të njëjtat kod pikë sot që flasim 31. Unë jam kote përmenda atë se pash e kemi parë edhe me Tiranën edhe me Vorën Flamurtarin këtu dhe unë i mësoj kësaj që the ti. Unë nuk besoj që edhe Tirana dhe Vora ishte më mirë se ne, qoftë në lojë, qoftë edhe absolutisht. Qoftë në cilësi, në edhe në lojtar. Prandaj të thash që më kujtoj një rast tjetër të Vorës përveç golit. Kam përshtypje që nuk ka. Apo jo? Pikërisht Toni. Ose një rast tjetër të Tiranës me përjashtim të golit që bëri apo ndonjë momenti sporadik. Shikoma, nuk është vonë kur absolutisht. 5 pikë janë shumë, nuk janë pak. 5 pikë nuk janë pak. Flamurtari e ka faktuar që me skuadrat e forta ka lozur mirë dhe ka marrë më shumë pikë se sa me kundërshtar direkt, edhe pse me kundërshtarët direkt duhet merrte diçka më tepër. Kështu që janë 5 ndeshje, 5 finale. Unë të isha në ato pozita do t'i shkundja lojtarët sepse janë ata që duhet të luajnë futboll. Nuk do të shkojnë trajnerat të luajnë futboll, as drejtuesat e tjerë të luajnë futboll, janë ata. Dhe janë ata që duhet marrin akoma më shumë përgjegjësi për vetë faktin që janë në një qytet që e do sportin, janë në një qytet që priti disa vite për të ardhur aty në ato maja, janë për aty për vetë faktin sepse është investuar nga presidenti jashtëzakonisht shumë, për vetë faktin se stadiumi është gjithmonë plot nga tifozat që e duan këtë. Kështu që janë ata që duhet në këto 5 ndeshje të marrin maksimumin e mundshëm. Unë e kam bindjen deri në fund po të luftohet dhe po të jenë të bindur që nga i pari deri tek i fundit kjo skuadër shpëton se ka të gjithë kapacitetin për të arritur këtij objektivi. Kështu që kjo është ajo dhe unë prandaj po flas me një se nuk kam folur asnjëherë në mënyrë të tillë, kam qenë gjithmonë koherente dhe i qetë, por ka ardhur momenti që këta lojtarë duhet të shkunden, sepse atave në fushën e lojës. Duke i marrë të katërt skuadrat, Flamurtarin, Tiranën, Vorën dhe Bylisin, pak nga ajo që vrejta përpara se të nisim emisionin, me përjashtim të Vora Bylis, që është ndeshja e fundit që ndeshëm në këtyre njëra me tjetër nga këto katër skuadra, gjithë javët e tjera, të gjithë ne do të luajmë me ekipe që pretendojnë. Pra, e kemi kalendarin të vështirë tani. Duke nis nga Ignatia të shtunën. Superliga është e vështirë. Superliga është e vështirë dhe nuk bëhet më ky lloj krahasimi, madje dhe çështja fushtu nuk ka po pra, nuk ekziston më. Jo është ndeshje në fushën tonë, jo neve luajmë jashtë, nuk ka. Ti ke vajt ke ftuar Rokozhinë po. Nuk ekziston gjë. Por edhe ekipet që janë te pjesa e Final Fourit apo 4 vendet e para që kanë, edhe ato kanë llogaritë e tyre. Edhe ato kanë llogaritë e tyre. Në pjesën që janë, madje dhe ndryshimi i sistemit të garës që ka ndryshuar me përgjysmë pikësh. Me përgjysmë pikësh edhe kanë për të bërë më shumë ndeshje për të ndeshur me njëra tjetrën, prapë edhe këto kanë të bëjnë me një specifik tjetër për zhvillimin e garës. Kështu që unë mendoj, besoj dhe uroj që ne duhet do bëjmë më mirë me këto ndeshje. Me Ignatia jam ti, luajmë të shtunën orën 19 me Ignatia, apo? Po. Shiko, ne kemi faktuar që dim të fitojmë edhe jashtë, dim të fitojmë edhe kundra Ignatias. Ignatia nuk është 1 minutë 20 minutë. Ka fituar Elbasani apo Partizani? Elbasani? Me lojtar mangut. Sepse është duke u luajtur në këtë moment është me një lojtar mangut Elbasani, fiton 2-0. E kemi Kaloi Dinamo në 4-th, ëh? Jo, Partizani. Fiton Elbasani apo Partizani? Elbasani rreth 2-0 Partizani. Ishte një u barazua me pikë Dinamo sot me Ballçin. Ndeshjen direkte është më mirë. Jo, është më mirë Dinamo City është në vend të 4, Partizani në vend të 5 me pikë të barabarta. Me golavarash më të mirë Dinamo. Merë ndeshja direkte.
deri në fund, kur të mbaroj. Se ka në ndeshje akoma. Po flisim për flamurtarin. Ata janë pjesë tjetër, nuk na interesojnë, na interesojnë ekipi jonë, nuk na interesojnë ata tash. Kaluam, ideja është që kemi fituar në Rogozhin kundra Ignatiës dhe nuk është çudi të fitojmë prapë përsëri, nëse do të ketë një motivim nga ana e lojtarëve, nëse do të tregojnë karakter, nëse duan ta shpëtojnë këtë skuadër tamam ashtu siç duhet dhe t'ia shpërblejnë tifozërisë, presidentit, qytetit, duke mbajtur këtë skuadër në kategori, kështu që unë mendoj që është kryesore që t'jepet maksimumi nga i pari tek i fundit, nga çdo lojtar që do të futet në fushën e lojës dhe nga ata që do të futen gjatë lojës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që e theksuam edhe më parë të gjithë, jemi dakord sepse janë rezultatet ato që kanë shfaqur gjithçka, pra ne kemi ditur të fitojmë jashtë me skuadra shumë të forta dhe nuk është çudi që dhe të fitojmë përsëri. 5 ndeshje, 5 finale, 15 pikë, unë mendoj që po u bë maksimumi, pasandej gjithkusht t'ja lëri fushës në dorë. Nëse gjithë futbollistat do japin atë që duhet, në fund le t'ja lëm fushës dhe pastaj edhe pse janë 5 ndeshje duhet i kishin bërë detyrat më përpara, por unë mendoj që prapë neve do t'i vlerësojmë në maksimum. Ta përmendim nga atë që kemi dëgjuar se ne këta edhe presidenti që unë kam lexuar, nuk që mund të ndryshoj formula për vitin tjetër tani. Ka një ide të hedhur. Me 12 apo ato janë pjesë që çfarë do ndodhi më vonë. Ne normale e kemi tani në bazë të informacioneve, apo të ligjeve që ka federata është që derisa janë antar i UEFA-s, duhet që të kesh të parashkruar përpara sezonit zhvillimin e garës që t'i bësh të parashtrohet të gjitha. Pra duhet ishte bërë, duhet ishte thënë. Uroj që këto gjëra të ndodhin se ndodh. Shqipëri jemi po. Në fakt, ajo nëse do të ndodhte duhet ishte thënë që përpara. Absolutisht po. Është kohë mjaftueshme se ai si projekt vendimi që është hedhur si ide, do diskutohet dhe ka komplot deri në. Do të flasim për futboll. Do të flasim për futboll, për zhvillimin e garës. Ignatja. Ajo është ashtu. Ne domethënë kemi me domosdoshmëri për të maksimumin për të dhënë në këtë ndeshje. Kështu që ajo është. Nëse fitojmë Rogozhin, sa ndryshon gjëja? Sepse nuk ndryshojnë vetëm pikët, ë? Ekipi apo jo këtë? Po këto janë ndeshje që kanë ana psikologjike ndryshon. Edhe psikologjik shumë të madh. Madje unë ndjej që ekipi ka presionin e pikëve. Edhe vetë zhvillimin që bëhet e kanë presionin e pikëve. Po mos të gaboj, mos ashtu, mos shu. Pra duhet të thënë është ana psikologjike është jo vetëm në futboll, por në çdo aspekt tjetër. Aq më shumë kur ne flasim për garë, për një përgjegjësi shumë të madhe të zhvillimit që neve kemi, kështu që edhe ana psikologjike është shumë e madhe. Shumë e madhe. Mua nuk më pëlqen që të përmend çfarë bëri ajo, çfarë bëri Vora, çfarë bëri Tirana, çfarë do bëj ajo. Ne na intereson flamurtari. Vetëm ç'a bëjmë ne? Si duhet ne të vemi te suksesi që ne të jemi pjesë e Superligës, sepse absolutisht e meritojmë. Edhe një pyetje të fundit, Genti, duhet besojmë? Po, deri në fund. Deri në fund absolutisht. Unë kam 2 vjet rresht, si vitin që kaloj me Bylisin, po dhe par vjet me Gjilanin, që kam shpëtuar ndeshjen e fundit të 2 skuadrat. Pra dhe me Bylisin dhe me Gjilanin. Ndeshjen e fundit të 2 skuadrat nga vendi fundit dhe nga vendi para fundit ku kemi qenë, kemi kaluar në vend 5-6, pra në vend të 6-7. Kështu që deri në fund duhet të besojnë, kjo
Kjo e sotmja, kjo në thonjza e quajtur revolt nga ana ime është më shumë është një dhe nuk e di sa e shikojnë këta lojtarë të flamurtarit këtë emision, uroj ta shikojnë. Është më shumë një thirrje për ata dhe ju po më keni dëgjuar gjatë gjithë emisionit, unë e kam shuar më shumë faktit te lojtarët, sepse janë ata që e kanë çuar situatën këtu, janë ata që duhet ta nxjerrin skuadrën nga kjo situatë. Besimi është kryesor. Nëse ka humbur besimi, absolutisht ne jemi të rënë. Nëse nuk ka humbur besimi, atëherë duhet vazhdohet deri ditën e fundit. Dhe ditën e fundit unë jam i bindur prapë edhe si vjet, edhe këtë vit me kërë. Si vitin e kaluar, ekipet do të ndahen javën e fundit. Kështu që besimi duhet jetë maksimal, të gjitha skuadrat i njohin tashmë dhe pse jo mos të besojnë që t'i kalojnë edhe këto 5 ndeshje dhe të marrin atë maksimumin e mundshëm për të arritur këtë objektiv. Duke parë gjithmonë ndeshjet e veta, duke mos parë asnjëherë ndeshjet e kundërshtarëve që kanë për këtë objektiv, pra të Byllisit, të Vorrës, të Tiranës. E kupton, duke parë gjithmonë ndeshjet e veta dhe duke i marrë një nga një të gjitha ndeshjet. Në periudhë edhe tani, duhet besojmë? Absolutisht po. Absolutisht po, sepse janë edhe në zhvillimin e këtyre ndeshjeve kanë qenë detaje shumë të vogla që kanë bërë në përfundimin e ndeshjeve. Unë jam dakord me atë që u tha në këtë studio që një ekip e ka ndjerë presion e pikëve dhe ndoshta ajo nuk i ka çuar të rezultati. Ekipi reagon, ekipi është e portë e kundërshtarit, reagon, me atë presionin e ka. Ekipi absolutisht që ka presionin sepse pikët janë fakt. Pikët janë fakt, nuk mundet që t'i zhbëjmë. Ato është një përgjegjësi, nuk është njësoj që futesh në një ndeshje, në një ndeshje që ti e komod, do performosh edhe apo si është një tjetër dhe nuk është njësoj, madje janë krejt të kundërta si ekipet që luftojnë për zonën UEFA apo për titull me ekipet janë për mbijetesë. E vërtet. Ju urojmë sukses e flamurtarit ditën e shtunë, ndeshja do të luhet në orën 19 pak pas kalendarit të përcaktuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Ti urojmë sukses edhe Orikumit ditën e diel. Do të luajmë në Vlorë apo në Orikum. Do ta mësojmë në ditët në vim normalisht që nuk do të mungojë informacioni për ndeshjen shumë të rëndësishme që do të luhet ditën e diel për të vendosur ekipin që gjiten në kategorinë e parë. Unë do të falenderoj padyshim të ftuarit në studio. Tani shumë faleminderit. Faleminderit juve për emisionin. President, faleminderit. Faleminderit. Edhe suksese. Edhe kjo javë do jetë javë me tension edhe për Orikumin, po edhe për flamurtarin, edhe për ne që merremi me sport. Edhe besoj t'ja dalën të kemi sinjale pozitive nga flamurtari dhe nga Orikumi. Genti, faleminderit. Faleminderit juve. Jo, da bide impitit tanë që nëse di që e ka fiksim atë. Po kemi dhe Champions të marrë të mërkur. Mi thoi 4 ekipet shpejt e shpejt që kualifikohen? Nuk para më dalin parashikimet. Parashikimet nuk më dalin, por janë ambiente, shikoj një Arsenal në top form, shikoj një Bayern në top form, për çka po... Arsenal Bayern i kaloi, e hëngrët të dyja këto. Se bisha ka. Unë thash do pyesje për akademinë. E kam lënë emision të veçantë dhe ta kam thënë. Emision të veçantë për akademinë, sepse ajo do tamam një emision të veçantë. Ta kam thënë edhe një herë tjetër dhe do ta bëjmë. Jo vetëm kaq, po. Por të kalojnë këto, mbyllet Orikumit, të mbyllet dhe flamurtari dhe është një emision i veçantë që do të flasi për akademinë. Pa diskutim që po. Që gjithë opinionistë po dashës është interesuar të di çfarë bëhet. Patjetër që po. Unë do të thosha pak më para që po prandaj më gatrojmë ai se e di ai që i kanë thënë do bëjmë emision të veçantë në dashuri prapë. Nuk mbaj mend që do më kesh. Po. Pastaj çfarë prodhohet këtu, çfarë bëhet? Se post të shkoj këtu puna nuk dëshon këtu, rezultati është. Kemi një emision të veçantë, do jetë këtu. Se për të përgjigjen pjesën që janë lojtarë vlonjata, apo sot nuk ekziston më pjesa ne jemi një qytet. Po duam ne valla. Një qytet, patjetër. Struktura do jetë këtu jo 60 minuta, po 120 minuta. Se ajo do flasë gjithësisht. Sot në atë që kam lexuar për atë që po përgatit federata. Të rikthehet kufizimin e lojtarëve tuaj. Po, kufizoj, ulej numrin tuajve. Edhe kjo është një shenjë për mua që unë ditë të them këtë që president që një si grup moshat më të fokusuara që jemi tek Akademia e Flamurtarit është grupi i U15-s
Brenda kemi 3 lojtarë nga Orikumi. E fillove? Ta vazhdoj unë. Gendi, se tani vetëm dy ekipe më thama, kush kalon? Unë nuk po të them asnjë, kështu që sepse futbolli është i pa parashikueshëm dhe normalisht do t'ja lëm fushës. Se po fola unë shekote, dikush mund të zgënjehet pasandej. Faleminderit shumë që ishte së bashku me ne, ishte me të vërtet kënaqësi që ju kisha në studio sot. Ju falenderoj nderuar teleshikues që keni qëndruar së bashku me ne në mbrëmjet e kësaj të hënës, si gjithmonë ritransmetim të martë në orën 15, bashkë do të jemi të ardhshme. Mirupafshim.